Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka biseduar sot në Beograd me kryetarin e Asamblesë Shtetërore të Slovenisë Zoran Stevanović rreth marrëdhënieve dypalëse situatës në rajon dhe integrimit evropian dhe u vlerësua se marrëdhëniet midis dy vendeve janë të mira dhe se ka vend për përmirësimin e tyre të mëtejshëm. Đurić falenderoi Sloveninë për mbështetjen e integrimit evropian të Serbisë duke theksuar se Ljubljana si një njohës i mirë i rajonit mund të jetë një partner i rëndësishëm për Beogradin në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se Aleanca do të zvoglojë praninë e saj ushtarake në Kosovë në nivel afër me atë të periudhës para vitit 2023, duke vlerësuar se kjo është rezultati i përmirësimit të situatës së sigurisë në terren. Në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Rutte deklaroi se situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar përgjithsisht gjatë vitit të kaluar, prandaj Aleanca pezulloi praktikën 2 vjeçare të vendosjes me rotacion të forcave rezerve brenda KFOR-it në janar. Numri i pjesëtarëve të KFOR-it në të ardhmen do të jetë 3.000 deri në 3.500 ushtarë, tha Rutte. Sot para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë u mbajt një seancë dëgjimore në rastin e Nadica Çepkenovićit e akuzuar për një krim të dyshuar lufte në Lipjan. Në seancën paraprake dëgjimore të mbajtur në shkurt të këtij viti pas leximit të aktakuzës, Çepkenović deklaroi se nuk ndihet fajtore për veprat për të cilat akuzohet. Aktakuza kundër Nadica Çepkenovićit ish roja e burgut në Lipjan u ngrit me 31 dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa ajo u arrestua në prill të vitit 2025 së bashku me Boban Tonić, gjithashtu ish roje e burgut. Sipas të dhënave të fundit, lëvizja vetëvendose mori 53 mandate parlamentare në Kuvendin e Kosovës, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës humbi një mandat, kurse Partia Demokratike e Kosovës mbajti 22 vende, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Numrimi i votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta që votuan jashtë qendrave të votimit filloi sot në mëngjes, tha zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi dhe theksoi se numrimi të gjitha fletvotimeve të mbetura prihet të përfundojë sot, gjë që do të jepte fund të gjitha aktiviteteve pas zgjedhore. Skenari më real pas zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë me 7 qershor është mbajtja e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme parlamentare, beson studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović me vlerësimin se lëvizja vetëvendosje po përpiqet të unifikojë të gjitha pozicionet kyçe të qeverisë dhe se aktualisht ka hapësirën më të madhe politike për manovrim në procesin e formimit të institucioneve. Gazetari nga Mitrovica Veriut Lazar Stević beson se formimi i institucioneve të reja pas konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve do të varet nga gatishmëria vetëvendosjes për kompromis politik, duke theksuar se përndryshe Kosova mund të përballet me zgjedhje të reja të jashtëzakonshme që në vjesht. Analisti politik Blerim Canaj vlerësoi se mesazhet e kryeministit në mandatin teknik Albin Kurti në lidhje me zgjedhjet e presidentit tregojnë mundësinë e përsëritjes së krizës politike që ka çuar Kosovën në zgjedhjet e parakohshme. Në të njëjtën kohë, analisti Arnor Sadiku beson se Kurti po përpiqet të ushtrojë presion mbi opozitën që të lëshojnë për çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe vlerësoi se për hir të ekuilibrit politik dhe formimit të institucioneve, pozicioni i kreut të shtetit duhet i lihet opozitës. Nxënësit e klasës së 8 nga shkolla fillore Miladin Mitić në Lapnasel, Dimitrije Perica nga Donja Brnica dhe Aca Marović nga Uglari dhanë sot provimin përfundimtar në lëndën zgjedhore në Lapnasel.
Rregullësia e promovimit u monitorua nga mësuesit përgjegjës për kryerjen e provimit përfundimtar i cili zgjati 2 orë. Të hënën dhe të martën nxënësit e klasave të fundit të shkollave që veprojnë në sistemin e Serbisë dhanë testet në serbisht ose në gjuhën anëtare dhe matematik. Rezultatet paraprake do të shpallen pas nesër, ndërsa renditja përfundimtare sipas shkollave dhe regjistrimet janë planifikuar deri në fund të qershorit. Moti nesër do të jetë kryesisht me diell pasdite dhe në mbrëmje në perëndim dhe jug-perëndim të Serbisë pritet një zhvillim më i madh i vranësirave me shira dhe bobullima me erë të fortë nga veriu dhe veriperëndimi. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 26 deri në 30 gradë Celsius.